Sot është një ditë shumë emocionuese, është pikëlluese për këtë shtetin e Kosovës, për këtë qytetarët e Kosovës, për këtë futbolldashtit, për këtë komitetin sportiv të futbollit. Ishte një datë, data 9 ishte një datë e dhimbshme, por ne ishte një ikje papritshme, legjendës tonë, presidentit tonë historik Fadil Vogri, një njeri i cili do të mbetet gjithmonë në analet e historisë të futbollit kosovar dhe mbar shqiptar, duke ditur se fal kontributit i, fal angazhimit i, fal menaxhimit i që ka pas, ka rritë që në momentet vendimtare Kosovën dhe futbollin e Kosovës ta kthejnë në arenën ndërkombëtare. Mendoj do të thotë që fal kontributit Fadilit dhe fal bagazhit që ka pas si personalitet, si futbollist, në arenën ndërkombëtare ka bërë që natë pranumin e FIFA në UEFA. Dhe mendoj shkurja tina e papritshme është e dhimbshme, por gjithmonë duhet të jem krenar që kena pas një legjend si Fadil Vogri. Nuk duhet të harrohen legjendat si Fadil Vogri,